Shkojmë tani drejt për drejt me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e tij me gazetarët. Se me datën 8 maj, një ditë e rëndësishme, shqiptarët do të mlidhen në rrugë dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen e tyre më të fuqishme, paqësore që ka njohur vendi kundër kreut të organizatës kriminale dhe regjimit tij, qeverisë së tij, pra kundër Edi Ramës dhe narkoministrave. Ju jeni dishmitar të dashur qytetarë dhe qytetare, se pasi bllokoi arrestimin e Lubi Ballukut për aferat përbashkëta me Ramën, për të cilat në një vlerësim paraprak prokurori përcaktoi 36 vite burg kërkesën e tij. Dhe natyrisht nuk ishin më pak për Ramën në atë mes. Pasi me mandatet e tij të krimit mbylli, bllokoi arrestimin e saj për të mbrojtur veten e vet. Pasi afera tjera të mëdha korruptive kanë ardhur, kanë dalë në dritë, dhe drejtësia është tërësisht e paralizuar. Pasi në Bruksel, fantazma e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut të pranishme në një sëri mbledhjesh nga fillimi i marsit gjerë me 18 prill, në të cilat është diskutuar raporti i ndërmjem për standardet dhe kriteret themelore për Shqipërinë dhe ka mbetur në klasë. Por, theksoj këtu se shpresa e vetme në këtë situatë dramatike është reagimi dhe përgjigja e fuqishme qytetare. Edi Rama bllokoi drejtësinë. Edi Rama de facto për të shpëtuar lëkurën e tij ju tha plaç partnerëve tanë ndërkombëtar të cilët kërkojnë me të drejtë, absolutisht me të drejtë, funksionimin e shtetit ligjor, funksionimin e luftës kundër korrupsionit dhe respektimin e vendimeve të drejtësisë, u deklaroi shqiptarëve se çështja Balluku është e mbyllur. Unë ftoj çdo shqiptar të mos pranojmë kur të mbyllim atë çështje. Vendi
po shkatrohet çdo ditë më shumë. Shqiptarët po largohen çdo ditë më shumë. Gjithçka bëhet e pa shpresë në qoftë se ne nuk ngrihemi fuqishëm me zërin tonë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ju bëj thirrje, edhe ju që heshtni, por që shpirtërisht nuk aprovoni kurrë këto vjedhje monstruoze dhe këto qëndrime çnjerëzore ndaj kombit që mban Edi Rama. Të lam me një anë çdo pakënaqësi. Të lam me një anë çdo mosmarrveshje dhe të bashkohemi në këtë kryemëritje të fuqishme si shpresa e vetme e shqiptarëve. Kryemëritje e cila synon të bashkojë të gjithë shqiptarët pavarësisht nga moshat, pavarësisht se mund të jenë të bindjeve të ndryshme politike, por që gjykojnë se vjedhjet e të mërshme të qeveritarëve po shkatrojnë financat e tyre, po shkatrojnë vendin e tyre. 8 maj duhet të jetë dita e shqiptarëve, e protestës tyre më të fuqishme. Unë kam besim se do japin me 8 maj mesazhin më të fuqishëm ndaj këtij regjimi bandit dhe hajdut. Faleminderit. Tani qytetarët kanë dëgjuar në mënyrë të përsëritur se afera e Akshit është njëra nga aferat më të zeza, më të mëdha në historikun e regjimit të hajdutëve të Edi Ramës. Kjo aferë, të cilën Edi Rama mburrej me Akshin, e quante atë histori suksesi, rezulton të jetë historia më mafioze në historinë e një shteti. Më mafioze. Edhe një herë dhe 1000 herë për çdo shqiptar. Strumullari i të gjithë aferës së Akshit është çifti Rama, Edi dhe Linda Rama, sepse përfituesi i qindra tenderave për të cilët janë marrur peng biznismen, për të cilët Akshi është ndruar në pishinën e peshkaqenëve, siç thot peshkaqeni Ermal Beqiri. Strumullari është Armand Frangu, është bazhanaku i Linda Ramës, është Linda Rama dhe Edi Rama. Shpreh vlerësimin tim maksimal për të gjithë gazetarët investigativ dhe jo investigativ, të cilët po zbërthejnë dosjen
e Akshit, por njerëzisht ju kërkoj. Mos injoroni dhe mos u tremni. Tu thoni shqiptarëve të vërtetën se Armand Frangu është krye peshkaqeni i Akshit. Se Ergjys Agasi, Ermal Beqiri kanë vepruar që të gjithë në funksion dhe në bashkëpunim me Armand Frangun, se Sali Berisha në vitin 2024 ka paraqitur para publikut regjistrimin ambiental të bërë bisedës së Geron Meqes me një person tjetër që do mirëte pjesë në tendera. Dhe se në atë bised Geron Meqe i thot: kompania ABS është e Frangut, e Bajanakut, pavarësisht se është regjistruar në emër të Gerondit. Dhe se tenderat, fitues të tenderave, natyrisht i përcakton patronazhistja Linda Rama. Çfarë ka treguar dosja? Ju lutem. Ka treguar një gjë shumë interesante. Biznismenët që donin të marrin pjesë në tendera i priste Mirlinda e Gjore Akshit, të cilën avokati Edi Rama për të shpëtuar lindën e Surrelit, që të mos për t'ja mbyll gojën për lindën e Surrelit, e paraqet si të varfër që ka gjetë një apartament me okazion me qera, apartamenti o miqtë e mi 210 metra, një vrap kali, apartamenti i lindës që banon bashkë me djalin. 210 metra. Dhe kjo si pas Rams dhe apartamenti i saj, mashtrime nga hetimet. Por kur biznismen të paraqiteshin të kjo, Linda e Akshit i drejton të ata tek Ermal Beqiri në hotele luksoze. Dhe Ermal Beqiri u deklaron të atyre se Akshi është një pishin peshkaqenësh. Imagjinoni ju se çfarë suksesi, Akshi, suksesi Edi Ramës, është një pishin peshkaqenësh, je futë një pishin peshkaqenësh, dhe tani duhet të takosh Ergjys Agasin. Ergjys Agasi sigurisht në çdo hap përfaqëson të Ramën dhe ishte vetëm Rama. Dhe në një rast, një shtetase shqiptaro-gjermane, e cila paraqet ofertë pikrisht në fushën ku ishte absolut Armand Frangu, në fushën e pajisëve kompjuterike për shkollat. Dhe kjo kalon një proces kafkian.
kjo zonja. Dhe në fund, për të shtuar, për të dalë nga i proces, paguan dhe $1 milion rishfet. Kurse Rama Jakshit apo Ergjys Agasi, pasi rregullonte tendrat, mirte për to minimumi €1 milion gjob. Dhe ai bëri në një vit €11 milion. Dëgjoni. Historia e suksesit tot Rama, sepse parat janë Ramës, ndahen me Ramën. Përveç sa vilte Armandi që mori për inteligencën artificiale €75 milion dhe ajo nuk ekziston, është inteligencë artificiale e Armand Frangut është identik me djegësin e Tiranës. As nam as një shan nuk ekziston. Nuk mjaftonin këto. Por duhej që edhe të tjerë të paguanin rishfete të majme milionëshe. Pse kjo? Dhe si ka mundësi? Po. Tendrat në fushën e high-techut janë tendrat në cilën mund të spekulohet në mënyrën më të jashtëzakonshme. Në këtë fushë mund të luhet me çmimet në mënyrë të paimagjinueshme. Urdhroni. Tenderi €75 milion për përmirësimin e inteligencës artificiale që nuk ekziston. Arben Ahmetaj ka paraqitur dokumenta zyrtare se si krye peshkaqeni Armand Frangu dhe u them medjave mos u tremni, por damkoseni Ramën, Lindën dhe kunatin e tyre. Me fatura ka sjell kompjuter për shkollat në Shqipëri me çmimin që ato shiten, 10 fishi i çmimit me cilin ato shiten në dyqanin e shitjes me pakicë në Vjenë. E kuptoni? Se çfarë ndodh në këtë fushë? Fitimet në këtë fushë janë më të mëdha shumë se sa me kokainë. Në aksh është fjala, jo për tjetër. Aksh është ndërmarrje shtetërore, agjenci shtetërore. Si erdhëm këtu, dora vete di Rama, në vitin 2017, Edi Rama me një vendim të shkruar nga kunati i tij, i kunati i shoqes, vendos që të gjitha tendrat në fushën e IT-s në Shqipëri të bëhen nga akshi. Pra, Lindja e Surrelit dhe kunati i tij, i saj, të bëshin padron të çdo prokurimi në fushën e IT-s në të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kjo solli pastaj pishinën e peshkaqenëve apo kopshtin privat të Edi Ramës. Ju e pa se si Linda
e gjorë me një apartament me qera dhe atët gjetur me okazion si pas asaj dhe Rams, kishte 6 prona. 6 prona që shkojnë miliona euro. Ishte personi që në shishe futeshin 200.000 euro. E pat arkën ju si ishte. Arka vendose i shishja 36.000 euro në mes, sepse Aurela Koromani thoshte se e dua për nivelet më të larta. Dhe shishja pastaj, pjesa tjetër e arkës, mbushej me 500-she. Prerje euro 500-she. Kjo është, kurse Rama, ose personome Edi Rams, famziu Ergjys Agasi, edhe sot është i paprekshëm. Ka ble toka me 6 euro aty ku janë të paktën 100 euro metri katror. Dhe ky e deklaron se me 6 euro. Ka regjistruar në çdo pyll, ka ndërtuar vila dhe resorte. Dhe po vazhdo ndërtimet gjatë gjithë kësaj kohe, se gjoja është në kërkim në një kohë kur ai ruhet nga policia. Mbrohet nga policia me urdhër të Edi Rams. Mbrohet nga policia, sepse Edi Rama, Linda Rama janë peng të tij. Megjithse, zbërthimin e tyre të plot, shqiptarët duhet t'ia njohin për merit Geron Meçës. Se pasi Gerondi, pasi nxorën Gerondin jashtë loje, frenat në dorë, Ergjys Agasi ndërton me Elvis Doçin. Me pojen e troplinëve, të cilën e mbrojti Altin Troplini. Pra, të pa fundme janë pronat e tij dhe ky vazhdon sot e kësaj dite të ndërtojë. Ndërtimet nuk janë ndërpre, nuk ka inspektoriat që i afrohet dot personome se Edi Rams për të ndaluar ndërtimin dhe sekuestruar resortet. Ermal Beqiri, prona të pafundme, një kriminal i fushës, i cili meriton të paktën 30 vjet burg për vjedhjen dhe nxjerrjen në treg të 20 milion deklarata tatimore konfidenciale të qytetarëve shqiptar me urdhër të Edi Rams. Ermal Beqiri edhe ai jeton i lirë. As për njërin dhe as për tjetrin nuk ka mandat ndërkombëtar arresti. Jo. Pse? Sepse janë sigurt brenda vendit. Nuk janë larguar. Jo. Ai bileston që në rrinë tani se për një kohë ky Agasi
ka qëndruar në Manz, e dinin të gjithë se ku qëndronte. Tani, më vonë, cakon ndajti në Surel, ndajti tek Edi Rama, apo ka marrë në shtëpi me qera aty afër tij, këtë nuk mund të them. Qëndron në resortin e tij, pra është një lloj siç ishte dhe asnjë urdhër nuk kanë zero efekt. Në këtë organizatë mafioze janë bërë, nga kjo organizatë mafioze janë bërë tjetërsimet më të jashtëzakonshme të pronave në Shqipëri. Qytetarët duhet ta dinë se janë mira prej tyre që këta mafiozë kanë vizur vendodhjen e pronës tyre. E ka patur ngjitur me shtëpinë Trollin, ja kanë ngjitur në majët malit dhe këtu i kanë sjell atë që kanë dashur. Ja kanë marrë. Atë që kanë bërë me kadastrën nuk e ka bërë kur asnjë regjim gjerësot, asnjë regjim, asnjë pushtues, as diktatura, atë që ka bërë Edi Rama me kadastrën nëpërmjet Ergyes Agasit. Vetëm në regjistre janë shdukur 13.000 faqe në kadastrën e Tiranës. Dhe pastaj në digitalizim janë transpozuar mira tituj. Ergyes Agasi është pronar i 10.000 metër katror pyje, ara, duke tjetërsuar pronësi dhe duke i plaçkitur ato. Pra, këto janë aferat për cilët shqiptarët s'do pajtohen kurrë. Këto janë shkaqet e vërteta. Pse në Bruksel çdo javë diskutohet për Shqipërinë dhe çdo javë janë shtuar kushtet për Shqipërinë. Opozita, të dashur qytetarë dhe qytetare, është zëdhënësja juaj, është zëdhënësja e interesave jetike tuaja. Opozita ju thot ju të vërtetën, por thot të vërtetën kudo, në Shqipëri dhe në botë. Sulmet që bëhen ndaj opozitës, nga mafiozë në krye të qeverisë, nga lobistë të korruptuar nga qeveria, kanë vetë një synim. Mbrojtjen e plaçkitjeve që ju bëhet ju qytetarëve shqiptar, vjedhjen e pasurive tuaja nga qeveritarët dhe në fakt largimin tuaj nga Shqipëria. Ndaj dhe njëherë ditën e premte në datën 8 maj e gjithë Shqipëria në Tiranë. Faleminderit. Zoti Berisha, keni një koment për deklaratat e Ramës në një intervistë për Politico, ku thotë se shprehet i hapur që Shqipëria të përdoret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si hapësirë për operacione ushtarake për të sulmuar Iranin, ndërsa shprehet me rezerva dhe kritika të forta ndaj Bashkimit Evropian se, siç thot ai, po gabon rënd me Rusin që ka ndërprerë komunikimet. Faleminderit. Do të ndaja në dy
pjesë këtë pyetje. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në të gjithë mendimin tim, opinionin tim, NATO-ja është organizata politike ushtarake me fuqishme në botë, për faktin e vetëm se ajo udhëhiqet nga fuqia politike dhe ushtarake me madhe në botë që janë Shtetet e Bashkuara. Dhe në këtë kuadër, unë do të jem shumë i hapur. Nuk mund të justifikoj kur që ti blokohen bazat, fluturimet, vendit udhëheqës të NATO-s për në një fushbetej tjetër. Kjo ka ndodhur, nuk mund ta mohoj. Këtë e bën disa vendet NATO-s. Të tjerat nuk e bën. Mendoj se kjo nuk në vlerësimin tim, kjo nuk mund të bëhej. Qofse ti je vetëdijshëm që vendi udhëheqës i aleancës janë Shtetet e Bashkuara dhe ato ke pranuar bazat e tyre me avionët, me dronët, me mjet të tjera, nuk më zhduk një veprim i duhur bllokimi i këtyre bazave. Jo. Nuk më zhdukur. A paraqisni një risk, po do të marrish një risk ti? Po do ta marrish atë risk. Tani, mos harrojmë një gjë. Ajo është një luftë e cila faktoi ndër të tjera në mënyrën më të pamohueshme, nuk duhet të konfuzionohemi nga propaganda. Por kjo luftë çfarë faktoi? Faktoi se për fatin me të keq fluksi jashtëzakonisht i rëndësishëm i energjisë në botë, në një mënyrë ose një tjetër kontrollohet nga një regjim që s'do të kontrollohej kurrë. Jo. Ç'punë ke ti me naftën e tjerëve? Ti ke naftën tënde. Dhe ky tani në luftë asimetrike përdori çka do thotë që e ka strategji. Ai e kishte strategji Irani këtë. Dhe Europa mendoj se pagoi një çmim shumë më të shtrenjtë se sa goditjen nga një dron apo 5 drone të Ajetullahve. Në këtë kuadër, e them përsëri, unë nuk konceptoj që vendit udhëheqës të NATO-s të mos i lejohen bazat, operacionet dhe fluturimet në një zonë ku ajo është në luftë. Ky është qëllimi. Tani vim tek tjetra. Shikoti. Ky është një kameleon pa shtyllë kurrizore që mendon se
duke notuar për veten e tij mund ndikoj të tjerët. Ju rikujtoj këtu dhe një herë. Para 3 muajve, Edi Rama në samitin politik të Europës deklaroi se Europa nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut. Europa është paqja, tha. Është kultura e paqes. Është paqja vetë. Dhe nuk ka nevojë të këshillohet nga përtej Atlantikut. Tani del dhe jep mësime Europës se çfarë qëndrimi duhet mbajë ndaj Putinit dhe agresionit tij në Ukrainë. Janë që të gjitha shërbime që përpiqet t'i bëj lëkurës së tij. Edhe njerë mos harroni. Diktatorët, autoritar, totalitar, autokrat, çfarë do që t'jenë, për shkak të krimeve që kanë kryer, janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, të thonë gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tyre. Ndaj dhe kjo ka vetëm këtë shpjegim. 3 muaj para, Europa është vetë paqja dhe nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut. Nuk marrim këshilla prej andej. Tani, Europa ka gabime të mëdha se nuk negocion me Putinin. Këto janë, pra, s'ka nevojë për koment. Për të parën, u shpjegova. Zoti Berisha, nisur nga deklaratat e bëra prej jush në ditët e fundit, po gjithashtu edhe nga një deklaratë e bërë rreth 2 ditë më parë nga zoti Damian Gjiknuri, duket sikur po shkohet drejt një marrëveshjeje politike. Ju, zoti Berisha, jeni gati për një pakt të ri politik që të përfshi kërkesat tuaja për kodin zgjedhor dhe reformën territoriale, po gjithashtu edhe për kërkesat e bëra nga Partia Socialiste për një reformë kushtetuese? Unë, siç theksova dhe dje, asnjë lloj pakti përveç 2 reformave që janë të kërkuara edhe nga Bashkimi Evropian, OSBE-ja, Këshilli i Europës, me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama është diktator autoritar, armik i egër, më i egër i opozitës, dhe opozita s'mundet kur përveç se këto fushat bashkëpunoj me te. Një vit nga zgjedhjet lokale, kur do nis Partia Demokratike procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për bashkitë? Shumë shpejt, shumë e drejtë, shumë shpejt do nis për procesi. Ka një debat për tu zhvilluar lidhur me procedurën. Do të finalizohet dhe ky debat, ka mendime të ndryshme mbi mënyrën si duhet procedojmë, por jemi, siç kemi shpallur, që ne koha na imponon veprimtari shumë planshe, njëkohësisht, dhe kësaj po i përmbahemi. Po punojmë intensivisht në parlament, po punojmë intensivisht në proceset e analizës dhe zgjedhjeve në parti, do punojmë intensivisht në procesin e përgatitjes për zgjedhjet lokale. Pra, shpejt do fillojmë. Faleminderit.